60 vjet karrierë janë mbyllur për Drita Pelinkun me hyrjen e saj të fundit në teatrin kombëtar dhe duar trokitjet, si në çdo postshfaqje, nuk munguan omazhet për të. Drita, siç zbuloi një prej mikeshave të saj të ngushta, Meri Lalaj, e kishte parë ndjer ikjen, pasi po përgatiste një fond me materialet e saj, esende personale për t'ia nisur Arkivit Qendror të Shtetit, drejtuesit e të cilit pohojnë se do t'i arkivojnë ato së shpejti. Amaneti, porosia, dëshira e saj ishte që të gjitha filmat që i ka në përdisje, çfarë dokumentash janë dhënë kur ajo ka marrë tituj të ndryshëm, të gjitha këto t'i çojnë Arkivit të Shtetit. Mirë, po kjo punë nuk mundi të mbaroj për shkakun sepse Drita u sëmur shumë rënd dhe nuk ishte në gjendje që ti bënte këto vetë. Por pavarësisht moshës së thyer 87 vjeçare, të gjithë kolegët e saj më të ngushtë, nga të hershmit si Margarita Xhepa e deri tek i fundit si Vangjel Toçe, rrëfyen energjinë e saj për mos t'u ndarë skenës kurrë. Unë po e diftoj vetëm rastin e fundit. Drita unë thash, më vjen keq që do iket, bëj një xhirim të vogël, një rol të vogël atje në Divjak. Mos mësoj, sa të shkosh, sa të punosh, kur do të dalun skenë? I thash, me karrocë me Dritë do të dalë, që do të jesh një fenomen. Ne me Dritën ishim përgati që ta regjistronim, të luanim prapë në skenë, edhe ajo çdo ditë mendonte për këtë gjë. Mendonte si të ishte një vajzë sapo kishte dalë nga shkolla. Unë kam pasur fatin të jem partnere disa herë me Dritën tonë të paharruar. Po kjo tjetra? Fol! Aktoria e mbi 150 roleve u nda nga jeta para ditën e të mërkurës pas një sëmundje që kishte nisur prej një viti. Përjetësisht dashuria ishte drama e fundit që e ngjiti Pelinkun në skenën e teatrit shqiptar.